Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakojemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të ndarë me ju ngjarjet që në fakt po shtojnë kurreshtje të madhe tek publiku. Pyetja që shtrohet është kjo: çfarë po ndodh në Big Brother? Çfarë po ndodh me banorët? Çfarë po bëhet aty brenda? Pse produksioni i largon kamerat kur ka një dinamik shumë të madhe brenda shtëpisë? Domethënë këto janë pikpyetjet më të mëdha që po bëhen nga publiku. Nata e mbrëmshme ka patur një dinamik shumë të nxehtë. Isha në fakt në mëdyshje a ta komentoj apo të mos ta komentoj, po derisa sonte në Prime jam i sigurt që do të flitet për këtë ngjarje, e kisha me patjetër që ta komentoj. Domethënë zënka më e madhe që ka ndodhur deri më tani në Big Brother dhe që ka patur edhe afrimitet shumë të afërt mes dy banorëve, ka qenë zënka mes Caseyt edhe mes Mirit. Natën e mbrëmshme, Miri dhe Casey në korridorin e shtëpisë së Big Brotherit patën një dinamik shumë të fortë duke akuzuar njëri tjetrin edhe si pedofil. Do me thënë në këtë rast, Casey akuzonte Mirin që ti je pedofil, që po merresh me një vajzë 23 vjeçe, që po bën për vete një vajzë 23 vjeçe dhe që po ja merr vëmendjen asaj vajze. Ndërsa nga ana tjetër Miri akuzonte Caseyn me ngjarje që në fakt kanë qenë shumë debat për media, hyrja e Inës, afrimiteti me Stelinën dhe gjëra të këtilla. Gëzënka mes të dy çunave ka arritur aq shumë, domethënë është bërë aq e madhe sa që ka arritur në nivelin që vllau i madh të heq edhe kamerat sepse nesër të mos të merrte një ndëshkim. Dua që sonte të trajtohet si temë, dua të trajtohet si gjë, sepse kjo zënkë ndodhi pasi Casey theu rregullat e shtëpisë së Big Brotherit, do me thënë bëri këtë thyerjen që erdhi zar fizi brenda në shtëpi. Vllau i madh bëri dënim për të gjithë banorët që u andaloi dhomën e gjumit, por me sa e shoh, Miri dhe Casey duan të marrin rolin e protagonistit, apo thënë, ndoshta Miri e ndjen që Casey është protagonist jashtë, është banor që komentohet shumë dhe don me patjetër që të kapet me këtë kokën e shtëpisë, pasi që të gjithë këto kanë atë luftën, atë zënkën e madhe me Kristin. Dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje. Në fakt unë u tremba shumë brëm kur shikoja se çfarë po ndodhte, çfarë po bëheshte mes të dy çunave, nga që nuk jemi mësuar që çunat i shikojmë në këtë gjendje, por siç duket edhe kjo lojë, si të gjithë lojrat e tjera në fakt që kanë ndodhur në Big Brother, po shkon shumë në personale, do me thënë po kthehet në personale tek banorët. Pjesë e ndarjes së tyre u bë Selina, por presim që sonte me patjetër të dëgjojmë edhe reagimin nga opinionistët e Big Brotherit, por njëkohësisht edhe nga vetë dy protagonistët, të cilët ngritën një lloj frike tek publiku për mënyrën se si ato u qasën ndaj njëri tjetrit.